Shqiptarët e New Yorkut, mos u mbisni këtë mundësi historike. Bileta për Kupën e Botës vetëm $50 nga Bashkia e New Yorkut. Në zemrët pasionit shqiptar për futbollin, një derë e re është hapur për komunitetin në New York për tifozat e futbollit për të parë një ndeshje nga Kupa e Botës me një çmim $50. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Zoran Mandani, ka arritur një marrëveshje të rëndësishme me FIFA, duke siguruar 1000 bileta me çmim të ulët për vetëm $50 për ndeshjet FIFA World Cup 26 stadiumin MetLife në New Jersey. Kjo iniciativë vjen pas kritikave të forta ndaj çmimeve të larta të biletave që shpesh i bëjnë ndeshjet të mëdha të duken një luks. Po si funksionon lotaria? Lotaria është e hapur ekskluzivisht për banorët e New Yorkut mbi 15 vjet nga dita e sotme dhe bëhet online në www.regnitix.com. Ai do tapet çdo ditë në orën 10 para dite dhe mbyllet kur arrin kufirin ditor 50 një javë fikimi. Afati i fundit është 30 maj.